Dhuna nga fëmijët ndaj prindërve është bërë një fenomen në rritje në Kosovë, duke shqetësuar shoqërinë dhe institucionet, raporton Ekonomia Online. Sipas sociologut Bekim Selishta, në një intervistë për Ekonomia Online, thotë se ky trend ka pasur një zhvillim të vazhdueshëm gjatë dekadës së fundit, duke treguar se ka nevojë për një trajtim më serioz dhe ndërhyrje nga autoritetet për të ndaluar këtë dukuri shqetësuese. Veç vitit 2024 kanë qenë mbi 2400 e diçka rastet të dhunës në familje. Kjo tregon që është trend i rritjes, që në familjet tona nuk ka qenë dukuri normale këto fenomene ose këto dukuri të devijante. Po kryesisht tek ne familja ka qenë e shejt, i kem harru shejtërinë e familjes, po kem filluar me kalu në diçka tjetër. Këto të njëjtat raste kem problemet edhe prej shkolla fillore të mesme tutje që duhet të ketë më shumë trajtim në lëndë shoqërore sa në lëndë shkencore që të ngritet në vedije se si të sillen me prind, me rrethin, me shoqërinë, me ambientin edhe çka i vjen të ardhmen. Sipas raportimeve zyrtare, vetëm në vitin 2024 kanë qenë mbi 2400 raste të dhunës në familje.